joni, ne në preambull të kushtetutës e kemi për mbrojtjen e shqiptarëve kudo që janë në trevat jashtë Shqipërisë, por një debat së fundmi i cilësuar dhe si skandal disa mesazhe që kanë rrjedhur, pra që janë publikuar nga Partia Demokratike që rrodhen nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe për Europën, ku sipas mesazheve ministri i Jashtëm Ferit Hoxha pra i etiketon shqiptarët e Maqedoni si idiot, ka shkaktuar reagime të shumta edhe përplasje politike edhe mes shqiptarëve, jo vetëm Tiranë këtu, mes qeverisë të opozitës, por edhe mes shqiptarëve atje në Shkup, mes BDI-s edhe Vlenit. Ju si i keni parë gjithë në bisedat e kaluara ne kemi folur dhe ju keni dhënë mendimin tuaj për rolin e Ferit Hoxhës, për raportet me Greqinë. Por në këtë momente, pas këtyre mesazheve, cili mendoni që duhet ishte qëndrimi i Tiranës për këtë? Edhe kush ka të drejtë, ka BDI-ja apo Vleni në Maqedoni? E para punës do të sqarojmë gjërat një nga një. Nëse është e vërtet kjo SMS, nëse është e ka çuar Ferit Hoxha apo Ferit Hoxhaj, se mbiemri aty s'po merret vesh si e ka me j apo e ka pa j. Kjo është një pikë. Të mang në gjë me j ose pa j, si meta, sepse pa dhe debat dhe ka dallime, sepse mund të jetë një njeri i përgatitur nga shërbimet e huaja në moshën e rinis në vitet 88, 90, 91, e ka pas Hoxha, e ka bërë Hoxhaj, sepse në sistem elektronik për një shkronjë jepet dallim, dhe dihet kush është Ferit Hoxha, një njeri që ka nënshkruar varrezat greke si sekretari i përgjithshëm, ka një histori si antikombëtare për mua, ku ka qenë nënshkruesi i dhurimit të detit Greqisë, ku ka qenë nënshkruesi i varrezave të ushtarëve grek, ku është njeriu sa u bë ministër, urimin e parë e mori nga Fredi Beleri, i akuzuar për terrorizëm në 1994 dhe i dënuar në 2003-2006 për dhunimin e simboleve dhe poshtrimin e simboleve kombëtare shqiptare të shtetit shqiptar. Pra kjo është ndarja e parë për Ferit Hoxhën si ministër i jashtëm, një njeri që zoti Rama në 2009 e quajti tradhtar të kombit shqiptar, nëse 2026 i jep portofolin e Ministrisë Jashtme për të mbaruar ato punët anti-shqiptare, sepse Ferit Hoxha mban, domethënë i bën ato tradhtit, paktën bazë dokumentave zyrtare, sipas meja dhe sipas gjithëve. Tani dalim të SMS-ja. Duhet ta ndajmë. Ministri i Jashtëm joni Ferit Hoxhaj apo Ferit Hoxhaj e ka thënë idiot për shqiptarët e Maqedonisë, po e ka thënë idiot për Vlenin. Është shumë domethënës. Tani Vleni e mori për vetë atë. Këtu është pikpyetje e madhe. Pra e ka thënë në tërësi shqiptarët e Maqedonisë apo e ka thënë për Vlenin? Fjala idiot është fjalë italiane latine, ka të përbëj njerëzit e paditur. Nëse do kishe përdorur një termologji njerëzit e paditur, nuk do kishe kaq bujë. Pra, Vleni ose përfaqësuesit politik që përfaqësojnë Vlenin janë të paditur ata. Pra kjo është pyetje shumë normale dhe nuk ka asnjë ofensë. Po duke përdorur një term italian apo latin, idiot, lind sigurisht e rënd. Pra, janë të paditur. Po janë të paditur. Janë. Për gjykimin tuaj janë të paditur. Po për mua janë të paditur. Pjesa më e madhe e Vlenit janë të paditur, se i njoh personalisht. Pra këtu fjalën për populin, se normalisht nuk bëhet fjalë për popullin e thjeshtë. Normal gjithmonë flasim për kryetar partish, për ministra dhe për deputet. Janë të paditur dhe le të vinë përballë me unë në çdo studio televizive sa të ditur janë. Unë që jam këtu me këta dhe ja u tregoj arat atyre, janë të ditur apo janë të paditur tani? Pra, në fillim duhet të ndajmë. Ai nuk e pranon SMS-n një. Pa, ministri i Jashtëm i Shqipërisë duhet pranoj, po e kam dërguar. Po e kam dërguar për këtë grupacion njerëzish. Kjo duhet të ishte reagimi i tij. Jo, nuk e kam dërguar. Se nëse nuk e ka dërguar, atëherë ai personi që e nxori, Grasmen Bardhi duhet ta çojë në gjyq për shpifje dhe të vendosi nderin e tij. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha apo Ferit Hoxha si e ka. Prandaj duhet të jemi pak ta pastrojmë mirë, ta qartësojmë mirë për gjithë të shikuesit, për gjithë lexuesit dhe të reflektojmë thellë. Jo neve ti marrim gjëra që janë. Ky e ka thënë për drejtuesit e Vlenit, po e ka thënë për shqiptarët në tërësi të Maqedonisë. Dhe unë nuk besoj që ai e ka thënë për shqiptarët në tërësi të Maqedonisë. Edhe pse e ka thënë këtë term, unë tash shqiptarët nëse e ka thënë do t'i kërkojnë dorëheqjen atij. Por nëse e ka thënë për drejtuesit e Vlenit, po them unë, le t'i shohim çfarë diplomash kanë. Ku janë diplomuar këta të Vlenit, si janë diplomuar këta të Vlenit,
si erdhën pushtet këta të Vlenit, dhe ne e dim ne që jemi këtu si erdhën. Erdhën si paterit, si humbës. Pra nëse ti e humbës, atë e i paditur se s'ke marrë votat e gjithë votuesve 50+1. Prandaj thënë, duhet këtu ka të bëj loja e termit, nuk ka të bëj një ofezë. Ja këtë term ja ka hedhur Vlenit. Po prandaj po them, ka të bëj termi. Termi idiot është dhe herë. Ne kuptojmë të rënd, jo, nëse do ta përkthejmë shqip është i paditur, i pashkolluar. Pra, të jesh i paditur nuk është ofezë. Për shkak mund t'ju them juve, ju nuk e njihni çështjen shqiptaro-greke, jeni i paditur në këtë çështje. Ku është ofeza? Nuk është ofendim. Apo nëse si ju më thoni mua që ju nuk e dini këtë çështje, jeni i paditur, i panjohur për këtë çështje. Por duke përdorur gjithmonë termat e huaj ne bëjmë keq kuptime. I marrim termat e huaj. Ndërkohë që siç janë. Edhe deri pasaj i paditur është e rënd, jo nuk është e rënd. Nëse përkthejmë shqip, fjala e përshtatshme është i paditur. Po mes tani të qeverisë shqiptare edhe të përfaqësuesve shqiptar në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, është kërkesa për falje. Tani kjo pritet të cënoj raportet në vazhdim, aq më tepër që ne kemi parë peshën politike të tyre në qeverinë e Miskovskit, që edhe kemi diskutuar disa herë, kështu që mbeten si, mund ta themi, jetim. Po jo themi diçka, asnjë nuk ka rasti dhe unë nuk jam rastësia. Ai që e ka kërkoj falje është ministri i ekonomisë. Po Durmishin në mos gaboj. Unë e kam gjithë shpinatën, edhe këtu po jap intervistë, muri im është njëjtë me murin e atij. Nuk ka rasti. Dhe nëse do i themi i paditur, le të vit më tregoj mua është i ditur ajo. Pra duhet të kuptoni. Prandaj them, këta që kanë hyrë ashtu si kanë hyrë. Dhe nuk janë këta që mund ta përfaqësojnë drejt interesat e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriut. Këtu mbyllet kjo histori, duhet ta kuptoni me kaq. Pra, këta janë vasal, së mbyllur një grush njerëzish, copa ashtu, që për të nënshmuar shqiptarët e Maqedonisë vëmëroja dhe për të nënshmuar zotin Ali Ahmet i mori këta, i gjeti këta, dhe këta nuk ka. E para. E dyta, jeni realist që 2-3 herë kryeministri Rama e ka degraduar dhe nuk e ka pranuar në takime Bilal Kasami, kryetarin e komunës së Tetovës dhe kryetari i Lëvizjes Besa, që ka 3 deputete dhe ky Dërmyshi vjen nga partia e tij dhe është kryetar i Lëvizjes Besa për Tetovën. Prandaj them, mos i merrni gjërat aq tragjike. Në fakt edhe Vleni ka pas ankesa përpara kësaj dhe për ambasadorin, duke i quajtur që qëndron në krahun e BDI-s. Nuk është e vërtetë që ambasadori është në krah të BDI-s. Ambasadori është në krah të çështjeve kombëtare. Është në krah dhe në mbrojtje, domethënë Denion Mejdani është shumë i përgatitur, është në krah të çështjes kombëtare dhe në krah të shqiptarëve, nuk është në krah të BDI-s. Nëse dal një grup studentësh dhe kërkojnë të drejtën e gjuhës shqipe dhe të drejtën e provimit të jurisprudencës dhe zoti ambasador del dhe e mbron atë, tek e fundit e mbron në bazë të kornizës diplomatike dhe në bazë të Kushtetutit të Republikës së Shqipërisë. Kjo nuk do të thonë se mbron BDI, por nëse BDI-ja ka një të drejtë dhe ai del dhe e mbron këtë të drejtë, kjo nuk do të thonë se mbron BDI, por mbron të drejtën që e thot BDI-ja dhe e kërkon. Prandaj, me këtë janë loja fjalësh, domethënë niveli i ulët i politikanëve këtu në Maqedoninë e Veriut është që merret me këto gjëra, sepse duke u marrë me këto gjëra ne merremi me vetveten. Ne akoma diskutojmë ngritja e flamurit në gjes, ulja e flamurit në drekt, shqiptar kombëtar, diskutojmë sot do flitet shqip, nesër nuk do flitet shqip këtu. Këtu diskutohet sot është e premte, festojnë ortodoksit, muslimanët do punojnë. Të hënën do bëjmë pushim muslimanët, të krishterët do punojnë. Llogaritë që ndodh kësaj që ju nuk keni njohuri fare. Në Shqipëri kjo nuk ndodh që të krishterët punojnë të hënën, e muslimanët pushtojnë të hënën. E të martën punojnë muslimanët, e të krishterët pushtojnë të. Këto janë gjëra, ka probleme të thella ky shtet, shteti brisht, pa fol problemet me qinjat. Zoti Dalla, të lutem dhe diçka kam. E gjitha kjo që ndodhi, i jep zemër Mickovski tani, së pari dhe së dyti, pse ka shqetësime për platformën e Tiranës aty? Për platformën e Tiranës je që po bëhet rreth 10 vite që është bërë ajo platformë që askush nuk e ka parë dhe nuk e ka lexuar me vul. Thjesht është fjalë urbane, i them rrugë që thonë është kështu. Nuk është botuar askundi platforma e Tiranës, mund të jetë dhe një shpikje e politikës atëre të VMRO-s që ishte në opozit, në 2015 apo 2016, duke ta 17 ka dalë kjo. Ai ka parë dikush platformën e Tiranës. Pyetje po ta bëj unë ty tani, po bëjmë unë nga gazetar. Asnjë se ke pas askush.
atëherë është thjesht si ato akuzat që bënte Serbia ndaj Tiranës, thjesht ato akuzat që kanë bërë gjithmonë vendet anti-shqiptare, ku ka banor shqiptar, domethënë siç jemi ne këtu. Pra edhe platforma Tirana cila është? A ka ndonjë term kundër Republikës Maqedonisë Veriut? Jo, nuk ka. Nëse neve mbrojmë gjuhën shqipe, identitetin tonë kombëtar në Maqedoninë e Veriut, kjo nuk do të thonë se jemi kundër shtetit, se ne paguajmë tatin taksat në këtë shtet. Nëse do ishim kundër këtij shteti, nuk do pagunim tatin taksat rreth parë, se shteti marrë nga taksat e qytetarëve. Gjithmonë bëhet fjala e parë kur fjala është ekonomia. Prandaj them, janë lojra fjalësh ku Maqedonia për të tërhequr vëmendjen e banorëve të saj që kanë probleme ekonomike, probleme me identitetin, probleme me historinë, me bullgarët, me grekët, vetëm me shqiptarët kanë probleme. Probleme me serbët kanë, vetëm thash edhe herë, vetëm me shqiptarët nuk kanë probleme. Maqedonia ne ja u pranojmë identitetin, ja u pranojmë probleme gjuhën. kemi mes njëri tjetrit. Po pra, prandaj dhe ato nxisin këta vasalët e vegjël, këta liliputët, këta buburecat i gjerin, apo putica se si i thonë këto, ca terme kam që unë nuk i di këtu, se s'di. Maqedonisht dhe bëjnë si grindaveca, po fajnë e ka Tirana, se ti isha unë kryeministër dhe president, ku do shikoja politikanë të tillë shqiptarë që janë vasal, do i thoja një qaftan e keni ndaluar në ty në Republikën e Shqipërisë. Po e mbyllim me këtë. Zoti Dhalla, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe juve, keni një ditë mbar. Faleminderit ju, në emër të publikut tonë jam shumë i njohës.